Horoskopi ditor 19 gusht 2025, Dashi. Ditë shumë e qetë dhe pa probleme kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Nuk do të keni as pak druajtje dhe do të flisni hapur me personat që keni në krah. Beqarët do nisin ditën pozitivisht, por në fakt nuk do të mund ta gjejnë as sot personin e duhur. Në planin financiar nuk duhet bëni ndonjë lloj çmendurie, edhe sikur gjendja e të ardhurave të jetë e mirë. Demi. Tensioni do të mbizotrojë gjatë gjithë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Debatet do të jenë të zjarrta dhe disa mund të arrijnë edhe në pikën më kulmore. Beqarët nuk duhet të nxitohen as pak, por duhet të reflektojnë mirë përpara se të bëjnë ndonjë veprim të nxituar. Saturni do t'ju nxisë të menaxhoni me maturi të ardhurat, nuk priten as pak vështirësi apo probleme. Binjakët. Mos e gjykoni partnerin tuaj sot për gjithçka që ai do të bëjë, sepse do e lëndoni tej mase, secili ka nevojë të shprehet dhe të veprojë si të dëshirojë. Mjafton që qëllimi të jetë i duhuri. Beqarët, përpara se të vendosin për diçka, duhet të marrin edhe mendimin e disa miqve. Financat do të jenë goxha të favorizuara. Do të kryeni edhe transaksione dhe situata do të mbetet e njëjtë. Gaforia. Ka shumë mundësi që çifteve të fiksohet ideja ndarjes gjatë kësaj dite. Asgjë nuk do të ecë ashtu siç ata e kishin menduar dhe debatet e shumta do e bëjnë ditën të vështirë për t'u kaluar. Beqarët ka shumë gjasa të kenë dashuri me shikim të parë. Në planin financiar, edhe pse do të merrni masa, situata nuk do të jetë as pak në gjendjen më të mirë të mundshme. Luani. Qetësia do të mbizotrojë gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift, kështu që shfrytëzojeni ditën për të folur për tema delikate. Partneri do të jetë më i kuptueshëm. Beqarët nuk duhet i besojnë pamjes së jashtme të disa personave, sepse mund të zhgënjehen. Financat nuk do të kenë as pak probleme, përkundrazi do të jeni më të lirshëm të kryeni edhe ndonjë shpenzim më tepër. Virgjëresha, nëse keni pasur probleme me partnerin, sot është koha e dur për të folur për to dhe për t'i zgjidhur. Konfigurimi i yjeve do të jetë pozitiv dhe do të krijojë një ambient mjaft të ngrohtë. Beqarët do të jenë pasionant dhe të gatshëm për të bërë ndonjë çmenduri për dashurinë. Shpenzimet duhet i kufizoni nëse nuk doni që situata të marrë të tatpjetën. Peshorja. Falë mbështetjes që do t'ju jap Venusi, sot do të ruani një komunikim goxha të ngrohtë dhe do t'i zgjidhni mosmarrëveshjet e dikurshme me qetësi. Beqarët do të vazhdojnë të kërkojnë princin e kaltër, por pa shumë fat. Do t'ju duhet të presin ende edhe disa kohë. Të ardhurat do të jenë goxha delikate. Mendohuni mirë përpara se të kryeni shpenzimet e nevojshme. Akrepi. Mund të ketë edhe disa probleme të vogla sot në jetën tuaj në çift dhe për këtë fakt nuk do të ndiheni mirë. Kujdes me ato që do të thoni. Beqarët do të jenë të lirë të bëjnë atë që duan. Emocionet do të jenë të mëdha, por jo të gjithë do të mund të krijojnë një lidhje serioze. Disa mund të kenë edhe thjesht aventura të momentit. Financat do t'i menaxhoni me shumë maturi dhe kujdes. Shigjetari. Ditë plot ulje dhe ngritje kjo sotmja për të dashuruarit. Gjërat nuk do të ecin as pak ashtu si ju kishit menduar, kështu që duhet të bëni kujdes. Beqarët do të kenë një ditë të zakonshme. Nuk do t'ju mungojnë takimet, por edhe nuk do të jetë as koha për të filluar një histori serioze dashurie. Në planin financiar, fati do të jetë në anën tuaj. Shfrytëzojeni mirë për të stabilizuar dhe për të përmirësuar situatën. Briciapi. Ditë shumë e paqëndrueshme dhe problematike kjo sotmja për ata që janë në një lidhje. Asgjë nuk do të ecë si duhet. Beqarët duhet të mendohen shumë herë përpara se të hedhin napat më tutje. Për disa nuk është koha për të filluar një histori dashurie. Në planin financiar nuk duhet të ndërmerren rreziqe dhe sikur situata të jetë në gjendje të mirë. Ujori. Ambientin jetën tuaj në çift do të jetë i ngrohtë dhe harmonik gjatë gjithë kësaj dite. Shfrytëzojeni sa të mundeni sepse ditë të tilla nuk vijnë shpesh. Beqarët nuk duhet të mbyllen vetvete sepse në këtë mënyrë nuk kanë për të gjetur personin e duhur. Financat nuk do të jenë të këqija, megjithatë çdo hap që do të hidhet duhet bërë me kujdes dhe maturi.
peshqit. Ditë e mrekullueshme kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Gjithçka do të shkojë më së miri, madje nuk do të mungojnë as surprizat e mëdha. Beqarat do të joshin pafund dhe do të takojnë një person që do t'ju përshtatet. Shumë gjëra do të ndryshojnë për ta sot. Në planin financiar do të bëni çmos të ruani ekuilibrin sa më gjatë. Investimet nuk duhet i bëni sot.